nga ai dhe të ndalen ato vakt polarizime dhe ato kundërshtime që ka pas njëri me tjetër dhe po di shumë qartë edhe mungesa ish kryetarit Veseli dhe ish president Hashim Thaçi edhe ai ka qenë kryetari PDK-s dhe unë mendoj që tash tutje në PDK ka me ardhur një frymë e re tjetër do të vendosen nga kraji i tyre dhe nga ato politika dhe interesat e tyre dhe besoj tash si një lider zoti Hamza duhet të qartësoj në PDK se këtu ka një zot shtëpi dhe nuk do të ketë njerëz tjerë që mund të ketë polarizime dhe mund të ketë qasje tjera jo konforme konventës dhe jo konform partia që i bën ato fakt politika të afatgjata dhe afatmesme në Partinë Demokratike të Kosovës. Po, dhe e përmende, ishte një reagim interesant nga Enver Hoxha, i cili nuk pajtoi realisht me zgjedhjen e Hamzës. Si duhet shihet një reagim i tillë? Po, tha që ka pasi kundërshtim të fellarta në fillim qyse në PDK ka rryma të forta dhe ka grupe të forta të interesit në atë parti dhe ajo dëshmu dhe kjo shumë është e qartë. A do gjina me besu, as dojnë është shumë subjektive, kryesore na me thonë një realitet, me njoftu opinionin dhe opinioni din të sende, ai që merr vesh pak politikë, si do të qoftë dhe tash ky reagim i zotit Hoxha ka qenë kundërshtar se e dim shumë i zoti Hoxha është krah i zotit Veseli dhe jo kanë ato të tyre njerëzve të Hashim Thaçit ashtu Priceki dhe njerëzve të Kader Veseli. Prap ata kanë vepruar me një ombrell, po ja pra grupet e fuqishme të njërës palë dhe njërës tjetër e kam pru këtë çështje në zgjedhjen e kryetarit të zotit Hamza dhe besoj ky kraj i zotit Hashim Thaçi besoj që ka pas ma shumë fuqi dhe i ka shtyp për të votu zotin Hamza si kryetar të PDK-s se une e këm një send të qartë. Po të ishte zoti Veseli këtu, zoti Bedir Hamza nuk do të ishte kryetari PDK-s, po të ishte zoti Enver Hoxha, po ja pra mungesa e Veselit e ka pas një qasë se këtë jetë 360 shkallë, po si të qovë tash shomi ata njerëz, ato figurat politike shumë të respektuar të PDK-s tash besoj që do të jenë ma këstashën, ma stabile dhe nuk do të